E kishin paralemruar si takimin e tyre më të vështirë. Për të martën në Bruksel, kryeministri i Kosovës Isa Mustafa dhe homologu serb Aleksandar Vučić u shfaqën goxha miqësor me njëri tjetrin. Madje kryeqeveritari nga Prishtina nuk hezitoi të drejtohet atij nga Beogradi në gjuhën serbe. Atmosfera e ngrohtë brejtroi edhe kur hyn në dhomën e takimit. Pas disa orë bisedimesh, palët me vështirësi u pajtuan të paktën për një çështje. Ajo është nënshkrimi i memorandumit të mirëkuptimit për njojën e ndërsjellë të sigurimit të automjeteve mes Kosovës dhe Serbisë. Por gjithçka mbeti me kaq. Vetë shefja diplomacisë evropiane, Federica Mogherini, ka njoftuar se ka parafrim të çndrimeve për çështjet për të cilat Prishtina e Beogradi duhet të bëjnë ujdi. Ajo përmes një komunikate ka bërë të ditur se palët duhet të arrijë marrëveshje për kodin telefonik që duhet ta marrë Kosova, energjetikën bashkë me liçenin e Gazivodës, pengesat në urën e Ibrit të Mitrovicës, bashkë me themelimin e asociacionit të komunave serbe në Kosovë. Pas disa orësh dialog, kryeministri i Kosovës nuk ka dhënë deklarate për media, por homologu i tij Vučić foli për televizionin publik të Serbisë. Dikush aty brenda nga pala tjetër na ka mbajtur ligjërata politike, se si dhe çfarë pronash e kemi humbur në vitet e 90-ta. Për disa ditë, kur do të vazhdoj dialogu, e di që kemi parafrim të qëndrimeve për asociacionin, derisa për tema tjera do ta kemi shumë të vështirë. Këtu hyn çështja e Gazivodës, trafostacioni i Vallaqit dhe tjera çështje pronësore që Prishtina mendon që janë vetëm të sajat. Sa për çështjen e heqjes së pengesave mbi urën kryesore të Mitrovicës, delegacioni serb ka njoftuar se marrëveshja është larg, pasi që Beogradi urën e Ibrit e do vetëm si zonë ku do të lëvizin njerëzit, derisa Prishtina këmbgul që aty duhet të ketë lëvizje edhe të makinave. Një tentim tjetër për marrëveshje, Kosova-Serbia pritet ta bëjnë të hënën kur është paralemruar takimi radhës mes dy palëve.